Sot do shikojmë të detyrën e problemit 8. Ta lexojmë një e krapur? Okej, unë po e lexojmë bashkë. Një olimpijadë programimi është zhvilluar në një qytet në vitet 2010, 2015, 2016, 2017, 2019. Bëni një program që merr disa vite dhe për secilin prej tyre nxjerr hosti, nëse olimpijada është zhvilluar atë vit në qytet, ose not hosti, nëse nuk është zhvilluar. Dhe kemi këta dy shembuj ose këto dy teste. Jepet viti 2019. Tani, viti 2019 ja ku është, do të thënë ka pasur olimpijadë në atë vit, kështu që përgjigja do jetë hosti, ose rezultati do jetë hosti. Pastaj jepet viti 2018. Në vitin 2018 s'ka pasur, nuk ka pasur olimpijadë, kështu që përgjigja do jetë not hosti. Atëre fillojmë një me input.txt, po e selektoj këtë, Ctrl+C copy, hap një të re dhe bëj save D008.py, pra detyra e programit 8. Jo .txt, se kemi inputin. Mirë, paste. Ctrl+V, i bëj dhe save. Me D8, apo s'ka se më ngatrosh. Kurdo? Edhe me D8 tekst, më ngatrosh me tekstin e 8-ës. Apo jo është? D, po, D kam. Se ka në 7-ën. Jo, është 8-a. 7-a kështë e njëllur e hapur, që në kaluar. Po. D-ja është, ajo ka kështë e njëllur e hapur. Pra, e rueta se da një input, hap një të ri, i bëj save, i tem D008.py, që dhe programit tonë. E kemi bërë në këtë? Nuk e kemi. Ka qenë në asë shembrit, duket. Po e kam shërë të gabimu, në vishë të bëja P, e kam bërë D, atë problemi. S'ka gjë, unë po e shi, s'ka gjë. Tani, si që bëjmë gjithmonë, do lexoj numrin e testeve dhe do bëjmë një cikël që përsirë aq herë sa teste janë, sa teste kemi. For, po quajnë një variabl underscore, po mund të marrë një variabl çfarë do, në garanci. Pastaj mos harrojmë të in range. Pra, çu është sindaksa e forit, in range, 2 pika, bëj. Tani, që do bëjmë? Në fillim do lexojmë testin e parë. Qa është testi parë është një numër, që që vetëm thjesht input na mjafton. Që që i themi input dhe po e ruajmë këtë tek ndryshorja V, viti. Pastaj që të kontrolloj nëse ka pasur olimpijadë në këtë vit apo jo, unë mund të bëj të kushtin if. If V-ja është e barabartë me... Do shikoj kush janë këto vitet që ka pasur olimpijadë. Vitet që ka pasur olimpijadë janë 2010, 2015, 2016, 2017, 2019. Pra do ta kontrolloj me gjitha ata. Nëse është e barabartë me njërin nga këto, do printoj hosti. Për ndryshe do printoj not hosti. Atëre do i bëjmë bazë me dhe bazë me 2010 e para, 2010. Ose V-ja e barabartë me 2015. 2015. Ose V-ja e barabartë me 2016. Ose V-ja e barabartë me 2017. Ose V-ja e barabartë me 2018. Jo, s'kemi 2018, 2019. 2019. Pra, nëse plotësohet të paktën njëri nga këto kushte, bëj print
hosti, përndryshe, else, print, not hosted. Not hosted. EBSave, Ctrl+C. App terminali, LSD008 me 2.0. Ja këtu e kam edhe .txt-ën edhe .py-ën, atëre bëj Python 3 D008.py që lexon inputin nga D008.txt. Kërbej nga bëj. Te foli. Po, tu do të lexoj edhe numrin input. Ti e peqen ti me Magnus, më the. Po, kemi haruar dhe këtë, Ctrl+C. Po, tani funksionon. Provoj edhe ti? Po, dakor. Gabim si sprasa e kom kujtë pashë. Në rregull. Int me klapën, sa është funksion. Edhe mbyllë edhe klapën. Po hapin klapë mbyllën direkt, edhe pasaj që në mes të klapave. Me klapa edhe inputi se është funksion edhe inputi. Po, hapë mbyllë. Tani, shko në fund të ifit dhe do një 2 pika aty që ka kuptimin bëj. Bëj këto gjëra. Po. Hosti, me klapa, okay? Nuk ka gjë, edhe me thënca dyshe në rregull, mire kishë dhe prapë thënca dyshe, s'ka. Se te vetë ka vëshu, vetë do të lë. Nuk ka problem. Thënca dyshe, thënca teke, të dyja përdoren për të përkufizuar një varg me shkronja, që quhet string. String ka kuptimin varg shkronjash. Po, përndryshe, else, 2 pika, else, bëj. Print, ok, më ta vështë në ashtu. Po, të nga, se ke kopjuar mirë, ka lë një aksion. Ama të një shtatë. Mirë. Vetëm në shkajnë. Po. Vendosh, Ctrl+C. Ctrl+C bën save. Tani hap terminalin, Ctrl+A dhe T. Ctrl+A dhe T. Bëj LS detyra 8 yll. LS detyra 8 yll. Tani bëj Python 3. Python 3. Detyra 8. Pik të ju. Bravo. Enter. Në rregull. Tani, leta zbatojmë këtu atë që kemi mësuar që meqense ky është një program Python, ne mund t'i themi bashkë që kur ta ekzekutosh këtë program, ekzekutoj me Python 3. Atëherë po e selektoj këtë poshtë, i them Ctrl+C, që ta kopjoj, Ctrl+C, vi këtu lart, bëj thurje, i këshubdice, edhe Ctrl+V. Që ti bëj paste. Atëherë,
me këtë unë i them Bashit që këtë skript do ta ekzekutosh me Python 3. Ashtu, tani shkoj te terminali dhe këtë do ta bëj të ekzekutueshme. ls minus l d00 ta çoj këtu ta mos të bëj mos të bëj. Po. Ti vazhdo shikoj atë. Kompion, ta bëj me koment. Po, nuk është koment, është thurje i çuditse. Se më dha se koment i bëj ti. Ashtu, përfitojnë në koment. Kurse për Bashin, kur është në rreshtin e parë, thurje i çuditse i thotë që ky është programi që do përdorësh për të ekzekutuar këtë skript. Kurse për Pythonin, thurje është koment, në rregull. Po. E bëre? Tani, hap terminalin edhe bëjmë këtë ls minus l, edhe ti do ta bësh detyrat 8, meqense e ke quajtur detyrat 8 me yll. Dhe, okay, jo, kjo që nga e ekzekutueshme, faktikisht për mua, po e bëj edhe një herë, change mode plus x d008 p. Pra, këtë punë e bëj që të sigurojmë që është e ekzekutueshme. Tani që kjo është e ekzekutueshme, unë mund ta ekzekutoj kështu. D008 py dhe lexo inputin nga D008 txt. Chmod plus x. Plus x është plus execute. Do të thotë që bëj të ekzekutueshëm, jep të drejtën e ekzekutimit. Edhe kjo shton të x. Faktikisht ajo e kishte, po unë e bëra edhe një herë, në rast se ti nuk e ke. Tani do ta ekzekutosh me këtë / emër programi. Po. Tani ekzekutojmë si programe, sigur është program, sepse tani Bashi di se si ta ekzekutoj këtë. Sepse ja kemi treguar këtu që do ta ekzekutosh me Python 3. Domethënë, më përpara e prisnim Python 3, domethënë thirr programin Python 3 dhe ekzekuto këtë skript. Tani i themi ekzekuto këtë skript dhe ajo e di që do ta ekzekutoj me Python 3, se ja kemi dhënë në rreshtin e parë. Me atë thurje të çuditshme. Ashtu. Tani do ta modifikojmë çik të programin, që ta bëjmë çik më kompakt, çik më të përmbledhur. Atëherë, këtu lart, para se të filloj fori, do bëj këtë listën vitet. Me vlerën, edhe me klapa katore kemi një listë. Edhe këtu do listoj këto vitet. Apo vitet duhet që pas. Që ke bëve poshtë, bëve vitet. Ha? Jo, atë që bëve vitet. Që ke bëve poshtë të vëshin e viteve. Është tjetër gjë kjo. Kjo është tjetër gjë, kjo është tjetër gjë. Se më më bëj nga bim prapë. Jo. Kjo që po vjen është një listë. Një listë e viteve që është bërë. Do bëjmë listën e tekstës aty. Jo listën e tekstës, do fusim këto vitet në një listë. Po, pra atë listë, pa që jo. Ashtë. Po, mund të vazhdosh të shkruash. I fusim gjithë vitet në këtë listën këtu. 2015, 2016, 2017, po me tonjza. Se po nuk i vëmë tonjza, me rest si numër. Dhe 2019. Pra, kemi një listë me gjitha vitet që bërë olimpiada, dhe tani, kur kontrollojmë kushtin këtu, në vend që të bëjmë të kushtin e gjatë, mund të bëjmë të kushtin e shkurtër.
if v in vitet. Ose mund ta bëjmë me v të madhe në pyetje, meqense është ta bëj tek të dyja me v të madhe, Ctrl C, Alt Tab, e ekzekutoj prapë në del. Edhe kjo e bën programin më të përmbledhur, më të shkurtër, edhe logjika është më e qartë. Vetëm që nuk përdorim ose. Po, pra, nuk bëjmë atë kushtin e gjatë që është çiki i lodhshëm për të shkruar edhe për të lexuar, po bëjmë të kushtin e shkurtër v in vitet. A pse do të ma bësh këtë? Jo, s'ka gjë, mirë është. Nuk e baruar, abi. Nuk e baruar. Kemi edhe ndryshojmë edhe ifin këtu. Do ndryshojmë edhe këtë ifin. E dojshim atë do... Po dojshim atë, shiko çfarë kushti kemi bërë. Kushti është ky, v in vitet. Ja mund ta rretoj edhe me llapa, po nuk janë të Është këto të parazinë, me vetëm. nuk janë të nevojshme llapa, po i vë thjesht për ta bërë të qartë se ky është kushti. V in vitet. In do të thënë n. Pra, nëse v-ja është në të listë, atëherë pritohet hosti. Për ndryshe, not hosti. Dojmë dy pikat, ifi në fund. Jo. Në fund fare, po themi bëj. Që bëjnë, është dalbon atë. Që i themi bëj këtë. Në fund, nëse plotësohet ky kusht, bëj këtë. Po, sepse aty do një barasa, verdhënie. Do të thënë që kjo është një listë, po këtë listë e ruajmë tek ndryshorja vitet. Po, provoj pra. Dhe është normale të bëjnë gabime gjatë programit, edhe po, në rregull. Tani këtë mund ta shkruajmë në formë më të shkurtër, më të përmbledhur. Që ta bëjmë programin më të shkurtër. Po, ajo i vitet mirë është edhe else do vjetë më anë print ose else print not hosted. Bravo. Atëherë, po e bëj unë pari, dhe bëre ti, unë po e shkruaj një, pastaj do ta shi. Do të kishja të lashtë. Print hosting. Edhe komentojmë ato të dyja. Dhe bëjmë këtu kushtin, print hosting, if v in vitet else not hosting. Not hosting. Dhe e fshik të... Jo, ose edhe i komentojmë. Unë përqeq të ashi, më të pare komentoni, së të mësuar tani e fshik se do të shikoj programin që është 3 rreshta, 4 rreshta. I pi save, e provoj, më punon. Provoj edhe të.
E bëre? Po. Keve një gabim. Kjo, printi këtu do tjetë në një drejtime këtë. Pjesë në Po. Po e doja ashtu ka me gabim. Provoj? Në rrë. Tani, kjo bëje këtu, ne vetëm i bëjmë input, edhe pastaj përdorim bëjmë këtu. Unë mund të shikëresh një fare dhe ta bëj inputin këtu. E bëj këtë input dhe e shikëreshit. Ctrl+C, Alt-Tab. Ka i këtisa vërës. Kur për e inputin ka i këtisa vërës. Po pra, e oqëm në vënd sepse jeshtë e veja këtu, në vënd të vëz kemi bërë inputin, e lexojmë direkt aty, e kontrollojmë që është tek lista apo jo, edhe printojmë ose hostit ose not hostit. Këtëva, se nuk po bëmë puna e vës e ka bitet. Po, se aty që aty ku ishte bëja, tani përdorim direkt inputin, se vetëm aty e përdorim vënd, se përdorim në vënd tjetër. Do ta provosh aty? Provoj me Alt-Tab. Okej, në rrë. Okej. Tani, këtë listën këtu, ne ja kemi dhënë këto me thonjza, vitet. Edhe kjo është string. Edhe është në rregull, punon. Po në qoftë se duam të japim si numra, qoftë është mund të kemi edhe një listë me numra. Pa thonjza. Po, mund të jetin thonjzat. Qoftë se jetin thonjzat, e kemi një listë me numra tani. Jo një listë me vargje. Po, vetë ku që kërë e thonjza. Tani, më shikon që tu? Tani që oqëm thonjzat, këtë inputin që lexojmë, kjo inputi lexon si string, lexojmë në string. Këtë inputin tani do ta kemi në numër, do ta kemi në integer, sepse tu te lista kemi ca numra. Që të kontrollojmë është kjo në këtë listë, duhet që edhe kjo të jetë numër. Dhe si e kemi në numër? Në bagaz e input. Jo, me funksionin int. Përdorim funksionin int që ta kemi në numër, po. Domethënë e fusim këtë stringun që lexon kjo inputi, ja kalojmë funksionit int. Dhe funksioni int e kthen në numër. Tani kjo këtu na jep një numër. Dhe këtë numër ne e krahasojmë është apo jo në këtë listën me numra. Se tani e vëmë listën me numra. I bëj një save, e provoj prapë. Nuk am punon. Me atë ekzekutivit, se është sërëja. Po, sa jo. Edhe me telefon 3 funksionojnë, me dyja. Po, me dyja funksionon. Tani, sa të shikojmë një program të dhe në
seminar. Jo këtë. Okej. Ky programi vjet na jep ca numra dhe na kërkon që të numërojmë sa ka trakat. Sa ka trakat këto numrat. Po, sa 4 ka, sa 6 ka? Jo, vetëm sa ka trakat. Për shembull, kjo e para ka 4 katra, printojnë 4, përgjigja është 4. Ky këtu sa ka trakat? 0. 0, përgjigja është 0. Ky këtu ka 1, përgjigja është 1. Edhe aty 1. 1. Këtu është 0. 0. Pra kemi 5 raste testimi dhe këto janë përgjigjet. Atëre, ky është problemi 10, që do ta quaj këtu 0010. E kopjojmë, ta bëjmë edhe këtë ushtim. Është problema vjetë, jo? Po të vjetë është. Po, mos e lexo se është që ke gjatë, është ngatruar, problemi... Jo, është për të marrë atë copy paste. Po, në rregull, për të marrë atë. Problemi është që thotë që jepet ca numra, gjithsa ka trakat. Jepet një numër, gjithsa ka trakat të ky numër. Të control copy, control C, new, bëj save, P010.txt. Control vendose, control save, hap një të re, control save, P010.pu. Enter. Do lexoj një herë numrin e testeve dhe do bëjmë një cikël që përsëritet aq herë. For underscore in range bëj. Tu kemi int input. Të mos harrojmë prap. Do lexojmë në për çdo rresht kemi një numër. Atë po e lexoj n-ja me vlerën input. Kaq po lexoj një, se pastaj do shikojmë, na duhet ta kemi numër apo jo, po e lexoj si string, ja. Input. Dhe po e printoj. Thjesht për të parë që e kam lexuar në rregull, control save, alt tab, ls P010 pyll, Python 3 P010.py, P010.txt. P010.txt. Po, mi lexon dhe mi printon në rregull këto. Në rregull? Të doli. Atëre, këtë e bëm sa për provë, sa për të provuar që e lexojmë në rregull, kështu që po e komentoj. Komentojmë printi. Po e komentojmë printi. Tani kemi këtë numrin 9. Kemi një numër këtu me ja, faktikisht e kemi si string, se e lexojmë si string me input. Duam të gjejmë se sa katra ka ky numër dhe do e printojmë. Atëre, e bëj shkoj
k-ja me vlerën 0. Numrin e katrave do ta mbaj këtë ndryshorja k. Dhe fillimisht e bëj jap vlerën fillestare 0 k. Pastaj do bëj një cikël që i merr me radhë shifrat e n-s. For është të gjigami. For po, tani, kjo n-ja është një string, dhe kur I themon for s in n, kjo është s për shifër. Pra, I marr shifrat e numrit n me radhë, dhe në fillim thjesht do t'i printoj. Pastaj do ta ndryshoj programin që t'i numëroj. Kështu që I bëj save edhe e provoj programin. Atëherë, qa më ndodh? Lexoj numrin e parë këtu, pastaj I them pastaj bëj këtë ciklin. For s in n, I marr shifrat e numrit me radhë edhe I printoj. Edhe më del 4, 4, 7, 4, që janë nga numri I parë. Pastaj 7, pastaj 4. Pra këto janë të numrit parë. Pastaj shifrat e numrit të dytë, pastaj shifrat e numrit të tretë, e kështu me radhë. Po tani ne nuk duam që të bëjmë këtë. Ne duam që nëse s-ja është 4, të shtojmë një tek k-ja, të arrisim këtë me 1, se tek k-ja kemi numrin e katrave. Atëherë, në vend që të bëj print s, po e komentoj këtë, I them if s-ja është e barabartë me 4, if s-ja është e barabartë me 4, k-ja plus baras 1. Bëj k-ja plus baras 1. Dhe në fund bëj print k. Print k. Control save. Pa, k-ja plus baras 1. Plus baras, do më thënë shtoj 1. Është një lloj sikur themi k-ja me vlerën k plus 1. Po kjo k-ja plus baras 1, do më thënë që I shtojmë 1 k-s. Dhe po ta shikojmë, kjo if-i faktikisht e do kështu. Do më thënë që if kushti 2 pika bëj edhe gjërat që do bëhen më poshtë. Po nëse kemi vetëm një gjë që do bëhet, pra nëse kemi vetëm një gjë që do bëhet, nuk kemi 2-3 gjëra, atëherë këtë mund ta vendosim edhe në të njëjtin rresht me if-in. Pra if kushti bëj edhe kjo gjëja që do bëhet, nëse është vetëm një gjë. Domethënë Pythoni e pranon edhe këtë, e njeh edhe këtë, I bëjmë save edhe e provojmë. Edhe mua më del përgjigja në rregull. Numri I parë ka 4, I dyti s'ka, I treti ka 1, I katërti ka 1, edhe I pesti 0. Pra mua më del përgjigja e saktë. Të doli këtë? Jo se shkon të bëjë orientamin të prindit këtu. Në rregull kjo, bëj save dhe provoj. Po, le. Tani do shikojmë një mënyrë tjetër. Tani siç e kemi këtë në vend që të bëjmë këtë for s in n, mund të bëjmë edhe një do ta bëjmë një mënyrë tjetër. Kjo është çik më e gjatë faktikisht, po thjesht për ta parë edhe këtë. For I in range length n.
ose po e lë edhe këtë printin, print në i. Print në i, if në i është e barabartë me 4, k-ja plus baraz 1. Në fund printojmë k-n, numërin k. Ctrl C. Tani, qa është kjo len në? Kjo len në nga tregon gjatësinë e një stringu, edhe gjatësinë e një liste. Ja po bëj një shembull këtu poshtë. Për shembull, nëse n-ja është qa kemi të n-ja? Kemi këtë stringun, që len në ja nga tregon që ky string e ka gjatësinë 5, domethënë ka 5 shkronja. Faktikisht mund të kemi edhe për shembull një gjë tjetër, për shembull emri dashamir për shembull, len emri, sa është gjatësia e këtij stringu, thot 8. Domethënë që janë 8 shkronja. Nëse e bëj këtë len emri është tani është 14. Domethënë kjo len më jep gjatësinë e këtij stringu. Domethënë që sa shkronja ka? Po, shumë që gjithë vetë, këne një gabim tjetër, që të gjithmonë e bëm, do t'jenë atë një të ndajtim. Dhe save. Tani nga dalin shumë gjëra, sepse këtu kemi këtë, printojmë edhe këto shkronjat. Po ta komentojmë këtë, nga ngelet vetëm kjo pjesa këtu dhe do nga dalin jo, po, nga del përgjigja. Pra, të komentojnë të ajo. Edhe një, këtu, len në jam e gjatësin e të stringut në. Sa shkronja ka? Atëre, këtë cikli for i in range len në, përshtritet aq herë sa shkronja ka kjo në jam. Dhe shkronja, kur i është 0, pra i a njerë bet 0, pastaj bet 1, pastaj bet 2, pastaj bet aq sa është gjatësia e stringut. Tani, kur themi në 0, marrim shkronjën e parë të stringut. Kur themi në 1, marrim shkronjën e dytë. Kur themi në 3, në 2, marrim shkronjën e tretë. Edhe këtu krahasojmë, në 0 është e barabartë me 4, nëse po i shtojmë plus 1. Pastaj në 1 është e barabartë me 4, pra i marrim shkronjat 1 nga 1 me nuk e përdorur të ciklin for. Faktikisht kjo është pak më gjatë se si kanë pashme, po ta mësojmë edhe këtë mënyrë, ta dim edhe këtë mënyrë, që mund t'i marrim ato elementet e një stringu një nga një. Tani, kjo len funksionon edhe me një listë. Shumë që ose kam lëja baraz me, për shembull, A, B, hajde, 1, 2, 4, shembull, qa kam të lëja? Kam to. Len lëja është gjatësia e listës, që më thotë që kjo listë ka 5 elemente. A vje provë e ka? Atë po. Të funksional, në rregull. Tani shikojmë edhe një zgjidhje tjetër. Që është akoma më e thjeshtë. Do të fshij këto komplet. Edhe këtu do bëj print
në pik count katër. Pra, ky është si string në jashtë në string. Stringu ka këtë funksionin count. Dhe i them që numëron sa katra ka në këtë string, edhe e printojnë direkt. I bëj save, edhe e provoj. Tomas, do të me komanda tani se mbarova edhe 2 minuta kemi me këtë dhe mbaroj. Edhe të me komanda. Në pik count, të kemi registruar, po të në shqipani në shpi. Po do të bësh me ti drejtim. Pa, atjetër. Aty, save. Bëjte test. Provoj. Ja, mua më punon. Ashtu, tani gjë e fundit këtu, në vend të kësaj që kemi lexojë inputin tek n-ja, pastaj në pick count, mund ta bëjmë direkt këtu input. Input pick count, edhe e fshim të rreshtën këtu. Edhe na del zgjidhja vetëm me dy rreshta, Ctrl S, Alt Tab. Ma funksionon. A di mund doshim? Apo ta lëmë këtë? Hajde po e lëmë këtë, kalojmë te komanda se na vjen të vonë. Pista që e shumë në shpi, po ashtu. Po. Me gjithë Në rregull. të vjeta. Tani do kalojmë tek ato që po bënim dje, kur na ikën dita. Edhe po kemi të ls.sh, kemi bërë disa programe, disa skripte me sh. Edhe i fundit ishte ky modulo sh. E hapim nano modulo sh. Edhe ishim duke e modifikuar. Pra, ky program modulo printonte numrat nga 0 deri tek 20, dhe ata që janë shumë fisha të 5-s, që domethënë mbetja e pjesëtimit me 5 është e barabartë me 0, i printon me klapa këndore. Të rrethuara me klapa këndore. Përndryshe e printon thjesht si numër, printon vetë numrin. Tani, problemi ishte, po nëse duam që që të printojnë edhe shumë fishat e treshit të rrethuar me klapa katrore. Atëherë do shkojmë këtu tek kjo dhe do bëjmë një kusht tjetër. Elif dhe kushti është i modulo 3 është e barabartë me 0. Pra, nëse mbetja e pjesëtimit me 3 është e barabartë me 0, atëherë dhe printf do të printojmë numrin edhe një vend bosh, por numrin do ta rrethojmë edhe me klapa katrore. Dhe kjo dollar i këtu, variabli i, është që vjet në vend të saj përqindës. Ctrl O i bëjmë save, edhe Ctrl X, edhe e provojmë. Modulo. Provo. Kjo elif do jetë në mirë është elif. Edhe bëj këtë kushtin tjetër. Si ai kushti i lartë vetëm se kontrollojmë mbetjen e pjesëtimit me 3. I përqindje 3, që do të thënë mbetja e pjesëtimit me 3. Pastaj e provojmë /modulo /sh. Edhe
ju ndodh të thjesht në fakt ju edhe ai do ose ke një orë aty. Back Ctrl Shift C, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. To bëj klapa kastrore. Bëj Ctrl O, Enter, Ctrl X, tani provojmë I. Okay, no, Chom plus 6. Modula fixture. Po, tani, kur ekzekutojmë, shikojmë që shumëfishi treshit del me klap katrore. Po 15 që është shumëfishi treshit, pse nuk del me klap katrore? Se është edhe I pesës, edhe me qenë se është I pesës, ky kushti kontrollohet I pari. Ky kushti kontrollohet I pari, printohet me thonjza me klapa këndore, edhe nuk vazhdon me këtë pjesën poshtë. Kështu që e kap ky instruksioni këtu, 15-ën, printohet me anë të kësaj. Me qenë se ky kusht kontrollohet përpara këtij. Në rregull. Tani dalim nga programi me Ctrl X. Do shikojmë një program tjetër, which micro apt list micro. E kemi atë apt install. apt install. Po lexojmë po instalojmë këtë programin micro, që edhe ky është një editor. Po që është çik më I përshtatshëm për programe, edhe ndoshta na ndihmon që të punojmë pak më shpejt. Apt install. Micro. Ctrl A, sudo. Atëre shkruajmë micro dhe jam një skedari. Test in 1.s. Atë shkruajmë, ti bëj që mos ngelesh prapa, se nuk pres do të ty sa të vish ti të gjitha. E bëra unë which mos e bëj ti. Vazhdo aty micro test in 1.s. Test minus in. Atëre fillojmë me thurje I çuditse, bëjmë bashkë, që e bëjmë gjithmonë në krye të çdo skripti. Bëjmë echo minus n, please enter an integer. Please enter an integer. Bëjmë të shenjen si shigjet edhe lëm një vend bosh. Pastaj kalojmë tek rreshti tjetër. Pra, kjo echo do na nxjerr këtë në ekran, vetëm se kjo minus n-ja I tregon që mos printo fund rreshti, në mënyrë që përgjigjja të vi direkt këtu. Atëre bëjmë read int. Kjo komanda read lexon diçka nga tastiera dhe atë që lexon e ruan tek kjo dyshorja që I japim këtu. Pra, në këtë rast e ruan tek dyshorja int.
Tani bëjmë këtë kushtin if, edhe bëjmë këto dy klapa katrore, dhe tu tek kushti vëm një pikë çuditse, $in, kjo është shenja baraz me këtë vjen e lakuar, që do ta shpjegoj se çfarë është. Kjo është pattern matching faktikisht. Pastaj do bëjmë një shprehje të rregullt. Ai kapuçi tregon fillimin, dollari tregon fundin. Dhe në mes kemi një minus me pikë pyetje dhe kemi një shifër nga 0 deri tek 9 që përsëritet të paktën një herë. Then do printojmë input value is not an integer. Input value is not an integer. Dhe këtë këtë output drejtoj tek standard output. Dhe bëj exit and mbyll scriptin. Edhe bëj if, fi. Fi është e kundërta e if-it. Për ndryshe, po bëj echo in. Thjesht e printoj këtë numrin që kam lexuar. Pra, ç'a bën ky programi deri tani? Nxjerr një prompt, please enter an integer, e lexon diçka nga tastiera dhe e vendos tek ndryshorja in. Ktu kemi një kusht. Kjo pikë çudica është not, e ka në të kundërt. Ktu kemi një pattern matching që kërkon një shprehje të rregullt. Atëherë shpreha e rregullt është kjo këtu. Kjo përputet me fillimin, kjo përputet me fundin dhe në mes kemi një minus që është opsionale. Pra pikë çudica tregon që mund të kemi minus, mund të mos kemi. Pastaj me këto klapa katore kemi një shifër, pra ose 0 ose 1 ose shumë e radhë deri tek 9, pra një shifër dhe ky plusi mbas kësaj tregon që 1 ose më shumë. Pra do të kemi 1 ose më shumë shifra dhe kjo mund të ketë ose mund të mos ketë një minus përpara. Pra nëse ajo që vjen nga tastiera përputet me këtë shprehje, atëherë ky është një numër i rregullt, pozitiv ose negativ. Se nëse ka minus është negativ. Por nëse nuk është numri i rregullt, që e kontrollojmë me këtë, atëherë printojmë këtë mesazh, po e printojmë me standard error, e printojmë si mesazh errori. Pra e drejtojmë tek standard error, jo tek standard output, dhe e mbyllim scriptin me return code 1. Një script ose një program në Linux normalisht kur përfundon kthen kodin 0. 0 do të thotë që diçka do në rregull. Nëse kthen një kod 1 ose 2 ose 256 ose një gjë tjetër, do të thotë që ka ndodhur një error, ka ndodhur një gabim. Ne në këtë rast e mbyllim scriptin me kodin 1, që do të thotë që ka ndodhur një gabim. Por nëse ky kush nuk plotësohet, do të thotë që numri është i rregullt, thjesht e printojmë këtë numrin. Edhe e mbyllim mbaron programin. Atëherë i bëj Ctrl S që ta ruaj. Pra për ta ruajtur në editorin mikro e ruajmë me Ctrl S. E ruajtur me Ctrl S? Në rregull. Tani për të dalë shtyp Ctrl Q. E bëj të ekzekutueshme Ctrl Q. Quit. E bëj të ekzekutueshme me change mode plus X. Dhe e testoj. Test in picture. Jap enter. Save changes. Se Ctrl C ishte e para, për ta ruajtur. Po.
please enter an integer, po jap për shembull 5. Thjesht pinton 5-ën. E bëj edhe një herë. Please enter an integer minus 324. Edhe ky është numri i rregullt, kështu që printon numrin, jap enter, printoj për shembull ABC. Input value is not an integer. Jap e provoj edhe një herë, minus 1 2c. Input value is not an integer. Pse nuk është integer, sepse fillon me minus, okay, pastaj ka shifër, po pastaj ka një shkronjë, do të ketë vetëm shifra këtu. Atëre i testuam këto? Agi, vazhdojmë me... Se këta të pare të sotë që vetë pa pashmon, dhe të habrita. Po, tani vazhdo plotësoj këtu. Tani në vend të kësaj echo-int, se këtë e bëm sa për provë, këtë do ta komentojmë dhe do bëjmë diçka tjetër këtu. E komentojmë këtë dhe bëjmë diçka tjetër. Pra do të testojmë diçka tjetër. Atëre, testi këtu është int është i barabartë me 0, pra nëse int është i barabartë me 0, then, atëherë, echo, int is 0. Else, edhe e mbyll ifin këtu me fi, dhe këtu do të bëj ca gjëra. Else, echo, int is not 0. Pra, pasi e lexova këtë numrin int, në vend që ta printoj, thjesht po i bëj ca teste të tjera. E krahasoj, a është numri i barabartë me 0, nëse po, printoj int is 0, për ndryshe printoj int is not 0. Ctrl S, bëj save. Kemi një film të fund. Kemi duhet i. Po, tani testoj, jepi 0. Testoj prapë. Jepi minus 5. Testoj prapë. Me një numër të ndryshëm nga 0. Lezi edhe një. Testoj prapë, jepi ABC kështu. Nuk e di, testoj çfarë? Kemi një problem, atëherë se atëherë hap edhe një programin, se do të kesh një problem tek shpreha e rregullt atje që e ke shkruar, që nuk ta kap mirë. Këtu kemi edhe një pikë çudice që e kanë në të kundërt atë testin. Pra nëse testi që përket pikë çudice e kanë vuni pikë çudice atë. Bese Ctrl S. Testoj edhe një. Jep një emër ose një fjalë ose një shkronjë, po, is not integer. Testoj edhe një. Minus 3/5. Prapë kemi një problem, aty se do thotë që kjo është integer, minus 3/5. Hap edhe një herë programin, ta shikojmë çfarë gabimi tjetër kemi bërë.
këtu këto nuk janë klapa dyshe, këtu klapa kategore, këto janë klapa që tregojnë domethënë një listë me opsione. Pra nga 0 deri në 9 ose 0 ose 1 ose 9. Dhe po, bëjse provoj pra. Ty ta nxjerrë këtë? Provoj një me minus 3,5. Në rregull. A vi pak më shpejt, se na analizon gjithë se jemi gjithë prapë. Bëj kontroll S. Po, kaq, një sekundë. Këtu kemi një bosh tepër, edhe një S. Bëj kontroll Q. Tani e bëj të ekzekutuash me këtë. Change mode. Plus x dhe e provojmë minus minus 10. Ke një gabim aty? No, this. Okay, it's not there. Control S. Control Q. Provoj edhe një herë. Minus 6. Okej, në rregull. Atëherë, këtu tani do vazhdojmë me disa teste të tjera. Pra, te pjesa e else-it mund të kontrollojmë, nëse një numër nuk është 0, mund të kontrollojmë nëse është pozitiv, nëse është negativ, nëse është çift, nëse është tet. Pra, këtë pjesën këtu do ta komentojmë dhe do bëjmë ca teste të tjera këtu. If prapë me këto klapa formullate ndryshe, if int less than 0, then echo $int is negative. Të ndryshe, else echo $int is positive. Pse, 0 s'mund tjetë, sepse pjesa që është 0 e kontrolluam këtu. Tani kur jemi tek else nuk është 0, është ose pozitiv ose negativ. E kontrollojmë, është më i vogël se 0, nëse po themi është negativ. Për ndryshe themi direkt është pozitiv. 0 nuk është. Vendos dhe ngrinjen e ifit me fi këtu. Edhe i bëj control S. E testoj. Control Q. Jap njerë minus 7. E testoj prapë, po jap 13. Pozitiv, e testoj edhe njerë, jap 0. Është 0. Në rregull. Pra e testoj me një numër pozitiv, me një numër negativ edhe me 0. Pastaj, tu do vazhdojmë me një test tjetër, po bëjmë një të, mbarojmë një të. Ja, wordt een doosje met ja, meer këtë, po kjo të ishte në drejtime këtë tipin, edhe këtu ke avuar në dush tipin e brendshëm. Do është një tip.
kontrolsë. Jepi -7. Provede një me një numër pozitiv. Provede një në 0. Ok, në rregull. Këtë tu dhe që bërë më përata. Se të ndryshe vetë programi qërapë, nuk të kuptaj. Edhe tu tani më duhin, se kemi dy ife, një if nënda if, që tu kam duhin ifin tjetër. Fi. Një nuk është poshtare, kjo këtu është për këtu. Kjo këtu është për këtu. Jo do të thënë pra, ky if këtu mbyllet këtu. Ky if këtu mbyllet këtu. Kemi dy ife, një if nda if. Okej? Kontroll S. Kontroll Q. Testoj. Jepi -3. Po, provoj pra. Jepi një numër pozitiv. Në rregull. Atëre, do kontrollojmë edhe nëse numri është çift ose tek. Atëre bëjmë një poshtë ifi, do bëjmë një if tjetër. Me dy klapa rrumbullake. Int artikulohet. Mirë, bëj pak pushime. Ne po vazhdojmë edhe ti më ka shikosh. Në rregull? Po desha ti edhe jashtë. Ose mirë, në rregull. Mbiqe këtu edhe pastaj i bëjmë në shtëpi. Shikoj që edhe lavur se kemi 2 orë praktikisht. Atëre int modulo 2 është e barabartë me 0. Pra, kontrollojmë nëse int modulo 2 është e barabartë me 0. Nëse po, echo $int is even. Even i kam qik. Else. Echo. $int is odd. Odd i kam 8. Edhe e mbyllim me Ctrl S. Edhe do ta testojmë para. Ctrl C, Ctrl Q. E testoj, jap 14. Is positive is even. Jap -17. Is negative is odd. E provoj edhe një me 0. 0 is 0. Jepi një numër pozitiv. Po, thotë rreshti 28. Kjo është në duhesh ifin këtu. I. Atë ka. Ctrl S. Po, provojnë një numër negativ. Me një numër shumë -12. Që. Ok. Dhe çfarë? Ok, kemi dhe 10 nota.
Shikojmë edhe këtë programin tjetër. Mikro. Do bëjmë një program tjetër që quhet read pass. Do lexojmë një pasor. Mikro read pass.sh. Tani do vendosim këtë thurje të çuditse edhe bin bashkë. Pastaj vendosim të read minus e minus p echo. Ctrl S. Pra, kemi dy komanda. Kemi komanda read, username, që lexon diçka dhe e vendos këtu tek ndryshorja username. Kur në programin tjetër ne e kishim read in, vetëm read in, që lexonte diçka dhe e vendoste tek ndryshorja in. Këtu e kemi read username, që lexon diçka dhe e vendos tek ndryshorja username. Po tani çfarë kemi? Kemi edhe opsionin -p, që do të thënë prompt. Edhe prompti është këtu, what is your username? Në programin e pashëm ne promptin e nxjerrim me komandën echo, -n. Por vetë komanda read e ka këtë opsionin -f që të nxjerrë një prompt, pra del ky si prompt. Pastaj kemi edhe këtë -e që na jep mundësinë që kur shkruajmë diçka, të lëvizim me shigjeta para mbrapa, të shkojmë në fillim në fund. Domethënë e bën atë inputin më të thjeshtë. Dhe kemi edhe këtë opsionin -i username që jep një vlerë default. Pra, nëse ne thjesht shtypim enter, atëherë tek kjo username do vendoset vlera e ndryshores user, që është një ndryshore e bashit. Environment variable që ka emrin e përdoruesit aktual, që është i loguar. Dhe këtu thjesht printojmë emrin e përdoruesit. Atëherë bëj Ctrl+C, Ctrl+Q, e bëj të ekzekutueshme, change mode to 6. E provoj, read pass. Faktikisht pasorin ta lexojmë më vonë, po thjesht po lexojmë username. Tani kjo më plotson një si vlerë default, domethënë ka vënë atë $user këtu si vlerë që ma sugjeron. Po unë mund t'jap një vlerë tjetër, mund ta shih aty të shkruaj user 1. Welcome user 1. E provoj edhe një herë. Tani thjesht shtyp enter dhe ajo merr vlerën default. E provuam? Në rregull. Tani e hapim prapë, nxjerrim komandën mikro me shigjet lart dhe këtu tani do lexojmë edhe passwordin. If read -t10 -sp enter your password. Pass. Këtu do bëj then dhe këtu e mbyllim me pi. Atëherë këtu tek Mos e the kapim, më duhet PSU që ka ndryshe, jo pas.
është në rregull, Alice, është emër ndryshore. Ese sheo, përse u do, me doma. Jo, nuk është ajo. Thjesht është komanda read pass. Lexoj një gjë dhe ruhet tek ndryshorja pass. Tani, tu do bëjmë echo. Bëj një /n. Pass. Tu do bëj një faktikisht kjo kaq ka if then, po do kemi një else këtu, të ndryshme nëse dështon ajo. Echo. Kjo është echo e, ka dhe një opcion e këtu. Echo e, extended. Input, time out. Dhe këtë e nxjerrim në standard error këtë mesazh, është mesazh gabimi. Dhe e mbyllim programin me exit 1. Ctrl S. Shkruajtë në orë. Atëre, Ctrl S. Edhe e provojmë. Ctrl C. What is your username? Po shkruajmë. What is your password? 1, 2, 3, 4. Dhe kjo thot, your password është 1, 2, 3, 4. Pra, vini edhe një gjë që kur shkruaj passwordin, ku nuk më dalin shkronjat. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse këtu i kam dhënë opcionin -s, silent. Kjo është -s, -p. -s është silent, -p është ky prompti, enter your password. Për këtë arsye nuk ka nxjerr passwordin kur e shkruajmë. Pra kemi read në ruhet tek password, po jap në opsionin -s që ka kuptimin silent. Tani bëjmë edhe një prov tjetër. Read password, po shkruaj për shembull diçka, nuk ka rëndësi. Dhe tani po pres, kjo thot enter your password, unë po pres pak, po e vonoj pak. Edhe më del input timed out. Pra nëse unë e vonoj dhënien e passwordit, ajo pret, në fakt pret 10 sekonda dhe dështon komanda. Atëherë e shikoj edhe një herë këtu. Është ky opsioni -t, timeout 10. Pra, kjo komanda read password mund të marrë dhe këtë opcionin -t edhe një numër sekondash, prit 10 sekonda. Dhe nëse kjo komanda read nuk merr input për 10 sekonda, atëherë ndërpritet me një gabim. Dhe po të shikojmë strukturën e if-it këtu, kemi if, kemi dhe një komandë. Pra nuk kemi kusht, kemi një komandë. Tani, nëse komanda del me sukses, atëherë bëhet pjesa vren, që është këtu. Nëse komanda del me sukses. Nëse komanda dështon, atëherë bëhet pjesa else. Dhe kur kjo read mbaron me timeout, pra kaloi para 10 sekonda, nuk është dhënë akoma një password, komanda read ndërpritet. Rezultati i komandës read është dështim. Dhe meqenëse komanda dështon, bëhet pjesa else këtu, që bën echo input timed out, e nxjerr këtë në standard error, si mesazh errori, si mesazh gabimi, dhe e mbyll skriptin me kodin 1. Kodin 1 tregon që ka gabim. Këtu mbyllet normalisht, kur nuk japim një exit kod, është 0, do të thënë që skripti ka vepruar me sukses. Po këtu ne i kemi exit 1 që mbaron me gabim. Skripti mbaron me gabim. Vini re dhe këtë echo -e. Ky
ky opsioni -e është extended dhe kjo extended bën që kjo slash -ja të interpretohet si rresht I ri, fund rreshti. Nëse nuk do kishim të slash -e, thjesht do na nxitej slash -n. Po me këtë kjo interpretohet si fund rreshti. Domethënë kjo është kalon në rreshtin tjetër dhe shkruaj your password if. Kalon në rreshtin tjetër dhe shkruaj këtë gjë, që të dali pak më saktë ajo përgjigje. E mbyllim tani, edhe do vazhdojmë prapë nesër. Jemi që mbrapa, po nesër po edhe shpejt do vim që ditën këto. Sa të bëjmë sa të bëjmë, asë e nga